Sot është bën 1 muaj e gjysmë që banorët e Rriollit vazhdojnë dhe protestojnë. Ne ju kena tregu që do vazhdojmë të rezistojmë çdo ditë këtu te toka jonë. Derisa të nalen punime, derisa të jepet një zgjidhje nga drejtësia. Ju lutem shumë institucionet e drejtësisë të japin drejtim çështjes dhe mos ta acarojnë më shumë. Problemi mund të jetë shumë i madh me banorët e Rriollit nëse drejtësia nuk flet. Bashkimula duhet me ndalu punimet për sa kohë drejtësia nuk ka folë dhe nuk i ka dhënë zot vërtetës. Pandmi shpeza, banimi më shku me hitë dorë nga prona që ka falsifiku dhe me lanë banorët në drejtën e tyre. Policia shtetit nuk duhet vazhdoj me dhunu banorët. Ashtë po pranueshme që kanë bërë ditën e shtunë me dhunu banorët në atë formë në një protestë krejt bashkësore. Policia e shtetit duhet vazhdoj të bëjnë detyrën e vet që paguhet nga taksat e shqiptarëve për me mbrojtë shqiptarët, jo për me mbrojtë oligarkët dhe kriminalet. Ju baj thirrje gjithë bashkëqytetarëve tonë që të na bashkohen në këtë nisë të protestë sepse nuk është vetëm e Rriollit. Problemi i pronës është i gjithë shqiptarëve. Në qoftë se Rriolli fiton, është i sigurt që ka fituar gjithë Shqipëria. Faleminderit.